Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj. Jam këtu pranë jush për të ndarë me ju rrëfimin e radhës. Më besoni, rrëfimi që do dëgjoni është shumë i ndjerë. Bëhet fjalë për një vajzë jetime, e cila me lot në sy ka shkruar këtë letër. Ka shkruar këtë letër mungesë dashurie. Është një rrëfim që të emocionon. Është një rrëfim që të le pa fjalë dhe shpeshherë e pyesim veten për çfarë ka më së shumti nevojë një jetim, atë do ta gjejmë pikërisht në këtë rrëfim. Quhem Ana. Ky është emri që më dhanë në jetimore. Nuk e di nëse ma zgjodhi nëna ime, apo nëse ishte thjesht një emër i shkruar me një fletë të bardhë, nga dikush që nuk do të më shihte kurrë më. Nuk kam certifikat lindje si fëmijët e tjerë. Kam vetëm një datë të përafërt dhe një histori që fillon me fundin e 2 jetëve të tjera. Nëna ime vdiq duke më sjellë në këtë jetë. Kështu më thanë. Nuk kam asnjë fotografi të saj, asnjë fije floku, as parfum për ta kujtuar. Babai, emri i tij nuk u përmend kurrë. Disa të thanë se iku natën. Të tjerët thonë se nuk pranoi që mua të më merrte. Për mua ishte një hije pa fytyrë. Një mungesë që më shoqëroi gjatë gjithë jetës time. Ditët e mia të para nuk i mbaj mend, por më kanë treguar se qaja shumë. Mbase sepse trupi im i vogël e ndjente që ishte i vetëm, që në fillim. Jetimoria ishte shtëpia ime e parë dhe e vetme, një ndërtesë e vjetër, me korridore të gjata dhe tepër të errta. Ku zërat humnin dhe hapat jehonin si kujtime që nuk ktheheshin më. Krevatet ishin të ngushtë, e bataniet ishin të ftohta dhe netët ishin të pafundme. Çdo natë shikoja tavanin dhe imagjinoja një nën që do të vinte e të më mbulonte, të më puthte ballin edhe të më thoshte: "Flije qetë, jam këtu." Por askush në realitet nuk vinte. Vetëm drita e zbehtë e korridorit edhe hapat e edukatores që kalonte shpejt pa u ndaluar fare. Kur fëmijët e tjerë qanin, unë mbyllja sytë fort. Jo sepse nuk e ndjeja dhimbjen, por sepse kisha frikën se mos mësohesha me shpresën. Në jetimore shpresa ishte gjëja më e rrezikshme. Kur u rrita pak, fillova të kuptoj se isha ndryshe. Fëmijët flisnin për nënat e tyre, për ushqimet që u gatuanin e për rroba që u blinin. Unë flisja pak. Nuk është se kisha se çfarë të thoja. Kur më pyesnin, "Po ti?", buzëqeshja dhe thosha, "Edhe unë." Por nuk ishte e vërtet. Në shkollë mësuesit më shikonin me keqardhje, nxënësit me kureshtje, disa me tallje. Ajo nuk ka nën, thoshin, as edhe baba. Nuk ishte fyerje, ishte fakt, edhe faktet dhëmnin më shumë se fjalët. Kur vinte dita e prindërve në shkollë, unë ulesha në fund të klasës. Shikoja bankat e mbushura me nënat që përqafonin fëmijët e tyre, baballarët që flisnin me mësueset, dhe unë shtrëngoja çantën edhe prisja të mbaronte gjithçka.
Atë ditë gjithmonë së muresha, të paktën kështu thosha. Ditëlindjet ishin ditët më të trishta. Nuk kishte torte, nuk kishte qirinje, nuk kishte dëshira. Vetëm një datë që më kujtonte se po ritesha pas kënd. Një vit më dhan një kukull të vjetër, e mbajta fort dhe atë natë sikur të ishte nëna ime. I fola, i tregova të gjitha sekretet e mia. Në mëngjes kukulla ishte zhdukur, dikush tjetër e kishte marrë, dhe atëherë mësova një mësim tjetër të jetës. Edhe gjërat e vogla që do nuk janë gjithmonë të tuat. Adoleshenca erdhi si stuhi. Fillova të ndjeja boshllëkun më thellë. Pyetjet u bën më të rënda. Kush jam? Nga vi? Pse askush nuk më zgjodhi? Çdo natë pyesja veten nëse isha e padëshiruar, nëse ekzistenca ime ishte e gabueshme. Fillova të kërkoj dashuri kudo, në shikime, në fjalë të vogla, në premtime boshe, kur dikush më tregonte pak vëmendje. Zemra ime lidhej me njëherë, nuk dija as të mbrohesha. Askush nuk më kishte mësuar. U dashurova, ai më tha se nuk e interesonte e kaluara ime, se unë isha mjaftueshëm, se do të ndërtonim një familje ndryshe. Për herë të parë ndjeva sikur nuk isha vetëm, i dhash gjithçka, besimin, trupin, shpirtin, historinë time të thyer. Por njerëzit që nuk kanë jetuar në errësirë lodhen shpejt nga ajo. Një ditë u largua pa pritma, pa shpjegime, tha vetëm je shumë e rëndë për mua. Ato fjalë më shpuan më thellë se çdo thik, sepse e dija që kishte të drejtë, dhimbja ime ishte shumë. Pas asaj u mbylla, pushova së ndëruari. Punova çdo punë që më dilte mua përpara, pastrime, shërbime, net pa gjumë. Jeta ime u bë një rutinë pa ngjyra, një dhomë e vogël, një dritare që shihte nga një mur tjetër dhe shumë heshtje. Kurse muresha shkoja vetëm tek mjeku. Kur qaja në banjë që të mos më dëgjonte askush. Kur më dhëm të shpirti thosha sa e lodhur jam, askush nuk më pyeste më shumë. Sot jam ende këtu, ende marr frym. Por ndonjëherë pyes veten nëse kjo quhet të jetosh. Kam mësuar të jem e fortë sepse nuk kisha një zgjidhje tjetër. Por forca ime nuk është krenari, por është mbijetesë. Brenda me jeton ende ajo vajza e vogël që pret, që shikon derën dhe shpreson se dikush do të hyjë dhe do të thotë më në fund të gjeta, por dera nuk hapet kurrë. Ju që e dëgjoni këtë rrëfim, dijeni se ka njerëz që ende ecin pranë jush çdo ditë dhe mbajnë brenda histori që nuk i tregojnë kurrë. Njerëz që qeshin por janë rritur pa përqafim, pa rrënje, pa shtëpi. Unë jam njëra prej tyre. Jam vajzë time. Dhe kjo në fakt është jeta ime.